Në base në gjërë dhe fund që thëmë këtë komision, e para mbi gjitha njëherë, cili duhet kuptoj, mbi gjitha qeveria duhet kuptoj, që si pas Kushtetutës Republikës Shqipërisë, institucioni që ka suveranitetin e plot për të vendosur tatime e taksa është Kuvendi i Republikës Shqipërisë, nuk është qeveria. Fare, qeveria mund të propozoj këtu, dhe qeverisë mund t'i rrëzohet çdo tatime, çdo taksë që sill këtu, ashtu siç edhe mund t'i miratohet çdo tatime dhe çdo taksë që sill këtu. Por institucioni sovran, sipas Kushtetutës Republikës Shqipërisë, për tatime dhe taksa është Kuvendi i Republikës Shqipërisë. Në këtë rast, një deputet, një komision parlamentar i Kuvendit të Republikës Shqipërisë ka sjellë propozim për rregullim në tatime e në taksa. Të duhet ta kuptojë shumë mirë qeveria më në fund pas 35 vitesh në këtë vend. E dyta që është akoma më e rëndësishme, pavarësia e kuvendit në raport me çdo institucion tjetër, përfshi dhe institucione ekzekutive, është e plot për të vendosur në respekt të interesave të atyre njerëzve që votojnë për deputetët e Kuvendit të Republikës Shqipërisë. Dhe pavarësia e këtij institucioni në të dyja rastet, edhe për shkak për kufizime që ka sjellë kushtetuta në raport me tatimet dhe me taksat, dhe pavarësia e këtij institucioni për të vendosur me vullnet plot të deputetëve të tij nuk mund të cënohet nga asnjë ministër, nga as 2 ministra, nga as 3 ministra, nga as 4 ministra, nga as 5 ministra, financash apo bujqësie që kanë kaluar në harkun e 7 viteve kur është diskutuar kjo çështje në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. Në asnjë formë, as në formën brutale të votimit kundër, as në formën e butë që sillni ju këtu, soft që do mendojmë edhe një herë, pasi 6 vite me radhë nuk na kanë mjaftuar për të menduar për këtë çështje. E për të marrë eksperiencat e Bashkimit Evropian apo vendeve të rajonit për këtë çështje. E treta që është shumë e rëndësishme dhe këtu e kam edhe me ju kryetar. Është e turpshme që ministri i financave nuk vjen këtu të përballet për një çështje që shqetëson mbi 45% të popullsisë të këtij vendi dhe që natyrisht impakton një sektor prodhues që është sektori më i madh prodhues në vend. Dhe me i kontribut 19-20% prodhimin e përgjithshëm kombëtar. Është e turpshme. Në harkun e 2 javëve që diskutohet kjo nisëm këtu, unë kam pas atje përballë 3 grupe të ndryshme. 3 grupe të ndryshme. Dhe kjo po, zoti zëvendësministër, është një tallje skandaloze me Kuvendin e Republikës së Shqipërisë. E me deputetët. Tallje skandaloze. Njëherë gjej ministrin, njëherë gjej zëvendësministrin, njëherë gjej sekretarin e përgjithshëm, njëherë gjej drejtoreshën, njëherë gjej përgjegjësen. Dhe ky po është tallje me që u ngeli atri pak më parë. Po është tallje. Dhe natyrisht kur tallen, zëri shkon në qiell. Se s'lejoj kërkëm të vi këtu e të tallet me punën apo me kontributin e një deputeti. E katërta që është shumë e rëndësishme, e thash në Komision e Ligjeve, po ja u them dhe ju me që jeni të radhës që vini për këtë gjë. Unë nuk kam asnjë lloj interesi personal në këtë histori. Prindërit e mi nuk banojnë fshat. Prindërit e mi s'kan toka në fshat. Unë për vete s'kam trashëguar asnjë gjë në fshat. Fare zero. Po të lutem. O Albana, ka mundësi i sekond, të lutem. Unë po punoja në fshat. Dhe ky shqetësimi që është këtu, është shqetësimi krijuar nga Ministria e Financave të Republikës së Shqipërisë. Dhe është krijuar në mënyrën më banale të mundshme, dhe ai zotëria që keni atje në krah e di shumë mirë. Kjo të vëshëja u shkatrua me ligj, se ministri i Financave asaj periudhe kishte siklet madh nga Erion Braça. Mendoi që ky do bëhet ministër bujqësie dhe po ja shkatroi sektorin para se ky të bëhet ministër bujqësie. Ja për kaq është prishur sistemi i TVSH-s. Për kaq është prishur sistemi i TVSH-s. U ulëm me zotrin dhe kemi negociuar ditë të tëra me radhë. Dhe ai zotria atje e di. Dhe kemi ngelur vetëm për 500.000 euro. Për 500.000 euro kemi ngelur. Dhe për 500.000 euro u shkatrua skema e tatimit mbi vlerën e shtuar për bujqësi. Ja ky është turpi. Dhe tani gjithë kjo tallje që ndodh tani, ndodh thjesht dhe vetëm pse këtu në këtë propozim është emrim. Se po t'ishte emri i ministrit tënd të financave, kjo do kishte kaluar për 1 sekond. Për 1 sekond. Nuk do ishte kërkuar as mendimi KQZ-s, as i FMN-s, as i Bankës Botërore, as i BE-s, as i TAEX-it.
Se kaloi një ligj para një muaji këtu, dhe s'u pyet fare për këtë gjë. As u fol për këtë gjë fare. Kaloi për 1 minutë edhe ai. Për 1 minutë. Dakor që t'jemi të qartë. Për argumentat e shtyrjes e tjera. Tani të vim në thelb të propozimit. Zonja që kanë krah e di shumë mirë se çka ka ndodhur. Se ka qenë pjesë ta, kam qenë aty pjesë. Në vitin 2013, tatimi mbi vlerën e shtuar funksiononte si skemë kompensimi për fermerët. Pra në momentin që unë blija nga fermeri, i faturoja edhe një 6% atij që ta merrte ai mbrapsht. Pjesa më e madhe se ka marrë fare. Atë 6%. Erdhëm ne në pushtet, pra ne që jemi këtu erdhëm në pushtet, dhe barazuam skemën e tatimit mbi vlerën e shtuar. Dhe në atë akt kishte 2 gjëra. 2 gjëra të rëndësishme. E para u bashkua skema e tatimit mbi vlerën e shtuar, 20 në hyrje, 20 në dalje, 20 në blerje, 20 në shitje, dhe e dyta ky 20% shërbeu si kompensim për fermerët në faturë. E morën, një pjesë e morën, shumica nuk e mori. Kush e morën? Grumbullues. Cili ishte gabimi? Gabimi i madh që skema e TVSH-s u ngatrua pikërisht me këtë skemë kompensim. Do ishte krejt normale që gjithë fermerët ishin të regjistruar në skemën e TVSH-s dhe natyrisht të merrnin mbrapsht gjithë TVSH-n e paguar për inputet, për vlerën e inputeve bujqësore që ata përdorin për prodhimin e tyre. Kjo do ishte gjëja më normale. Dhe këtë ka Greqia, këtë ka Italia, këtë ka Franca, këtë ka Spanja e tjerë me radhë, këtë skemë kompensimi. Ne bëm një skemë kompensimi që ishte një shpikje. E gjetëm të shpikur nga ai para nesh dhe e thelluam shpikje. Çfarë ndodhi më pas? U zbrit në 6 nga njëjti ministër. Në nëntor të vitit 2018 me efekt që nga 1 janari vitit 2019 dhe u qua në 0 nga njëjti ministër që ishte bërë zvendës kryeministër. Sot që flasim kompensimi fermerëve është 0 lekë. 0. S'marrin asgjë. Dhe ky kapitulli i kompensimit fermerëve këtu duhet shfuqizuar dhe këtë kanë propozuar. Shfuqizimin e tij sa ata marrin 0 lekë. Ç'kompensim është kur është 0 lekë? Ç'kompensim merr? Kur merr 0 lekë. Tani kemi anën e dytë, që pasi u bë kjo 0, natyrisht u deformua skema e tatimit mbi vlerën e shtuar. Sot kur unë blej, unë grumbulluesi, shkoj blej ke fermeri, blej me 0% tatim mbi vlerën e shtuar. Kur dal shes në tregje në Tiranë, në tregun e brendshëm, se këtij adresohet propozimi i tregut brendshëm, dal shes me 20% tatim mbi vlerën e shtuar. TVSH-ja e pagueshme është TVSH në shitje minus TVSH në blerje, që në këtë rast i bie mos jetë tatim mbi vlerën e shtuar, po të jetë tatim mbi qarkullimin. Praktikisht është tatim mbi qarkullimin. E pa shkruar në ligj, sepse vjen ndesh. Legjislacioni shqiptar nuk ka tatim mbi qarkullimin. Çfarë kanë propozuar që TVSH-ja në blerje nga fermeri të jetë 20% dhe TVSH-ja në shitje 20%. Dhe TVSH-ja pagueshme, TVSH në shitje minus TVSH në blerje, dhe natyrisht diferenca. Që mos funksionojë si tatim mbi qarkullimin dhe mos disfavorizojë prodhimin vendas. Ç'a ndodh sot po të shkoj unë të blej në Greqi? Blej me 20%, vi hyn dogan, shes me 20%. Dhe natyrisht ulliri, qumshi, portokallia, mandarina, molla, gruri, misri, çdo gjë që vjen prandaj është e favorizuar sepse këtu brenda unë i bie të paguaj tatim mbi qarkullimin, jo TVSH të pagueshme. TVSH në shitje minus TVSH në blerje. Pra, edhe në raport me parimet e Bashkimit Evropian zonjë, jemi në përputhje të plot. Pse? Po zbatojmë të njëjtën skemë TVSH-e që ka gjithë dynjaja. Pra, jo skemë kompensimit fermerit, s'ka më skemë kompensimit fermerit. Sot që flasim ka një skemë, diku ke 4.8 miliardësh për këtë vit, që ne ndihmojmë fermerët për vlerën e inputeve bujqësore, për fara, për fidane, etj me radhë, jo japin dorë, ja ju japin lek dhe quhet subvencion. Sot fermeri s'merr kompensim. Kjo skemë nuk i jep kompensim fermerit. Kjo skemë rregullon tatimin mbi vlerën e shtuar në tregun e brendshëm dhe në përpunim. Asgjë kundi tjetër. Kaq. Kjo nuk e di sa ti vitësh që e shpjegoi këtë gjë, me njerëz të ndryshëm ulur atje tek ju, se një drejtor vjen, një drejtor ikën, një zëvendësministër vjen, një zëvendësministër ikën, një ministër vjen, një ministër ikën, e kështu me radhë dhe tjerët. Dhe ka një arsye. Po ta kishit shkruar ju, do kalonte për 1 sekondë. Me që kemi shkruar ne, edhe pse jemi sovrani, edhe pse kushtetuta na e jep ne
këta atribut të miratojmë tatimin e taksa, natyrisht bëhet kjo zvarritja edhe kjo tallje. Po prap, kjo tallje. Këtu. Tani, si propozues i kësaj, me që është puna ime në fundit kuvend, unë jam i kënaqur shumë të shikoj. Po, patjetër për këtë sesion, patjetër. Do me thënë, me që është puna e fundit, po them edhe një herë tjetër, unë do jem shumë i kënaqur që kjo gjë të votohet kundër në Parlamentin e Shqipërisë. Dhe do ja votën time ministrit që sot bën fushat në Myzeqe, ministrit financave, dhe ta shikoj se si do votoj kundër.